për lavditatit. Shalom, vllamo të kudoj që po më ndjek, Adonai qoftë me ty, me familjen tënde. Adonai do thotë mjeshtri, sunduesi, çdo atribut që jepet Atit, lavdimit të Tija është një emër hebre, Zoti që themi neve që janë atribute, është titulli i Atit, lavdimit të Tija dhe çfarë përmban hynia tonë e përjetshme, sunduesi, mbreti i lavdisë që ka krijuar çdo gjë në mrekullinë e Tija dhe ka vendosur planin e përjetshëm për secilin prej nesh. Sot, siç mund ta kuptojmë dhe siç mund ta perceptojmë, është dita e Tij, është dita e sabatit, lavdimit të Tija, është dita e veçuar që shikon ekran, që mbreti i lavdisë, Mesia Jeshua Krishti, na sensibilizon zemrat tona për këtë orë të fundit, që duhet të jemi diligjent, të jemi nën aspektin dhe nën shtrimin e fjalës që ai tha, fjalën që mori nga Ati, lavdimit të Tija, dhe po të shikosh vetë mbreti i lavdisë thotë që është bërë për neve, është bërë për neve, është veçuar në ditën e shtatu, veçua për njeriu, është bërë për njeriu. Ati dëshiron të bekojë njeriu në rrugët e Tija, dhe këto janë rrugët e Tija, në udhërimet e Tija. Thot vetë, lexoja në Jeremia, lavdimit të Tija kur fliste për rrugët e Tija, dhe rrugët e Tija i dim që rrugët e Tija janë të shprehura shumë qartë lavdiatit. Në ligje për të rirë 10 apo 11, por në 10 tani çfarë dëgjoj apo pa marrim vargun, vllamo ta shfaqem në ekran sepse duhet i tregojmë disa aspekte që ja ku e keni ekranin tënd, të shikojmë disa aspekte të mira që na sensibilizojnë zemrën, na mbushin me fjalën, na mbushin me të vërtetën, na drejtojnë, na ripërtërinë në mendjen. E kush e ripërtërin mendjen? Psalmi 23. Është Ati Jahve e ripërtërin shpirtin. Masandaj si e ben, e tregovi në Psalmin 19, në detaje si e ben me anë të ligjit të përsosur të Tija, lavdimit të Tija. Ripërtërin shpirtin, e ben të urt njeriu e thjeshtë, tregon madhështinë e Tija, masandaj dhe në mbajtjen e tyre ka një shpërblim të madh. Vjen vargu 11 në Psalmin 19, në mbajtjen e rrugëve të Tija, urdhrimeve të Tija, që në këtë mënyrë ne tregojmë dashurinë e vërtetë ndaj Atit. Dashurinë e vërtetë ndaj Krijuesit dhe ndaj birit të Tija, sepse biri i Tija ishte ai që na bëri pjesë të hyjmë në beslidhje në momentin që ti dhe unë tham, po, unë besoj që ai u ringjall në ditën e tretë, por ky aspekti të ecurit në rrugët e Tija lihet më njanë masandaj nga shumë persona që duhet të jenë diligjent, të mësojnë në rrugët e Atit disiplizimin e vërtetë në mbledhjet ku ata janë, në familjen tënde, vlla, ku je. Ti je autoriteti që Mesia Jeshua Krishti na ka dhënë të priftërisë tanishme, nga ana frymërore, që ne të mësojmë rrugët e Atit, të mësojmë gruas dhe fëmijëve dhe kështu lema të trashëgiminë e mirë lavdiatit, disiplizimin e vërtetë. Fëmijët ecin në rrugët e Atit, i mësojmë, i trajnojmë që kur të rriten mos largohen prej saj, por rrugët e Atit nuk janë një koncept i përgjithshëm dhe masandaj nuk japim kuptueshmëri fjalëve, detajet. Jeta një besimtari është karakterizuar nga detajet, çfarë neve duhet të bëjmë në të përditshmen tonë. Tani dëgjoj Izrael, çfarë kërkon nga ty dhe nga mua, Ati Jahve, Zoti tonë, vllamotin, kërkon që ti dhe unë të kemi frikën nga ai, nga Jahve, Zoti tënd, të ecësh në rrugët e Tija dhe kështu e do atë dhe i shërben Atija me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe të respektosh për të mirën tënde, thotë profeti Moshe. Për të gjitha, në këtë rast të respektojmë të gjitha urdhrimet e Tija dhe statutet e Jahve që të urdhëroj sot, thotë. E para Gjonit 5:3, çfarë citovi? Këta citovi ligjin e përtërire. Toran, ligjin. Apostulli Gjoni, e para Gjonit 5:3, që ta duam Atin dhe si e tregojmë?
duke zbatuar urdhërimet e tia, duke ecur në rrugët e tia, kështu tregojmë dashurinë e vërtetë. Ndërkohë, vaj flet diçka dikujt, masandaj jo këto gjëra ne nuk kemi me pjesë. Okej, ti ke zgjedhur një rrugë tjetër, ke zgjedhur një mënyrë tjetër për momentin. Ne lutemi që kohët e pendimit të kthimit janë, prandaj shikon ligjin për të rirë 30, ja ndoshta ja ta shikojmë atë ligjin për të rirë 30 që është profecia e tanishme aktive në jetën tonë. Më lejo ta hedh atë shkrim që përben sensibilizimin dhe urtësinë dhe dallimin e kohës. Ku jemi? Le ta shikojmë së bashku. Le ta shikojmë së bashku atë ligjin e përtërirë nga 1 deri në 8, që është aktualisht dhe vazhdon të jetë tek ne në të gjithë botën, lavdiatit. Çfarë ati po bën në këto orët e fundit. Dhe zemrat po kthehen, sepse 1, 2 nuk kthehen vëlla motër. Okej, nuk na diskurajojnë, na vajtojmë po për ato gjëra, por vazhdon rruga në të mirën tonë të mundshme ndaj ati. Me ata kemi të bëjmë, me ati do t'japim përgjegjësinë masandaj tonën dhe çdo aspekt që kemi thënë, bërë, mësuar, besuar, dhe kështu ati dha atë autoritet birit të tia që do gjykojë. Dhe predikuesi 12, 13, 14 thot, hapurasi, cila është terësia e njeriut? Cila është detyra jonë, vëlla motër? Cila është detyra jonë? Detyra jonë, thotë, terësia e njeriut, thotë, prioriteti është që ne të kemi frikë ndaj Atit dhe të zbatojmë urdhrimet e tij, sepse Ati do gjykojë çdo gjë të mirë të keqe që është e fshehur. Shumë gjëra janë të fshehura, shumë gjëra ndodhin në jetën e një besimtari, por askush prej nesh nuk i shikon ato gjëra përveç se Krijuesit. Profecia që po ndodh na aktualisht dhe ka me vite që po vazhdon të implementohet. Profecitë që kanë vazhduar të jenës bashkangjitura në harmoni me ligjin e përtërirë 30, 1 deri në 8, po kryesisht në vargjet e para. Është ajo çfarë po ndodh, thotë, kështu kur të kenë rënë, thotë, në kuris, të tëra këto gjëra, thotë, bekimi dhe mallkimi, dhe masandaj themi që jo, po këto unë jam në rregull, unë s'kam të bëj fare me legalitetin e Atit, që unë do të bëj diçka mbasi hyra në besim. Jo, nuk kam nevojë tani, unë mund të marr, mund të shkoj, mund të bëj. To janë mënyrat e njeriut. Ati ka vendosur strukturën e përsosur që është themeluar në qiell për jetë, që është ligji i tij. Dhe ka aspekte që ai ka vendosur përpara nesh, dhe i kanë vendosur që kanë vend përpara, tha. Në rrugën tonë i ka vendosur përpara nesh. Jetën apo vdekjen, thotë, bekimin apo mallkimin, thotë. Janë këto që Ati ka vendosur dhe nuk mund të ngrihemi neve masandaj në strukturat tona kundra Krijuesit dhe themi ja çdo gjë po shkon mirë, ja shikoj ai më bekovi ja atë çfarë the ti, ato gjëra nuk do t'ja diun çfarë the ti, por ja shikon ai siguroi për mua, ishte një sigurim që ndodhi në tundimi i dytë kur i bëri Mesia Satani. Kishte gjitha gjëra të siguruara Satani dhe i kishte të kësaj bote, tha, çdo gjë që lavtrinë, tha, dhe pasuritë e kësaj bote kam unë dhe mund t'ja jap, tha, nëse ti përulesh ndaj meje. Por kur Ati vjen me zërin e tij dhe jep detajet e ecjes tonë, masandaj ne nuk duam të konfrontohemi. Dhe kjo është për dikë, sepse nuk është, por ne na bën mirë dhe secilit për nesh. Kur Ati vjen me fjalën e tij, ne për shkak të asaj ecjes që masandaj na nxjerr në pa ligji përsosur, karakteri i Atit, dhe masandaj ne nuk duam të përballemi me Atin, po i themi një kjo gjë nuk më intereson, kjo ishte diçka që e kam dëgjuar dhe herë të tjera, sepse Ati siguroi, po, Satani siguron shumë gjëra në jetën e dikujt, por do thotë që qenë ka prej Atit. Kur një person ka braktisur ligjin, mos ndoshta po merr gjërat e mira?
Dhe lëvdron të pabesët, fjalët e urta 28 thot, apo jo, lutja e tij nuk dëgjohet kur e kthen veshin gjetiu ndaj ligjit, ndaj Turan, ndaj karakterit të Atit. Dhe si mund të themi un po ndërtoj gjëra, po eci, po vrapoj, ja shikon kam në nzaptim disa aspekte. Po, mjafton të shikosh çdo strukturë të ishtar në Shqipëri apo përtej si ka vendosur themelet dhe ka ushqyer masandaj në për shkolla plot njerëz, plot njerëz dhe gjaja parë që në ato shkolla mësojnë ligj është hequr, karakteri i Atit është hequr, hajde këtu dhe ja ku janë filozofitë e Platos së shekull 3-4 edhe të mësojmë neve kridet tona, kredot tona që masandaj të implementosh ti dhe shko masandaj ja atje ka do të hapësh atë ndërtesën atje. To janë manipulimet e njeriut. To janë gjëra që Ati nuk ka folur. Mesia thotë në Marku 3, 10-14, ai thirri 12 apostujt dhe ata shkuan. Thirrja që qëndron akoma sot e kësaj dite për secilin prej nesh ka mbreti lavdisë që ne të shkojmë. Dhe kur ne shkojmë masandaj çfarë do të bëjmë? Ne duhet të shpenzojmë kohë sepse ata shpenzuan kohë me Mesian, me Krishtin. Dhe masandaj kur shpenzuan kohë të mjaftueshme që ai i rafinoi nëpërmjet ligjit të përsosur, urdhrimeve të Atit që një kryeprift, siç ishte i përsosur dhe i lartë Mesia ka për detyrë të mësojë. Prifti, profeti mëson ligjin e Atit popullit. Shikoj Nehemian 8, restaurimin e zemrave të popullit. Me çfarë u bë? Me 2 profetët. Ezra ndërtovi palkun për atë punë, bashkë me Nehemia, ishte Daniel, ishte Baruku, ishte Ezekieli në njëjtën kohë, lavdi emrit të tij, kemi Jeremia ishte në njëjtën kohë. Profetët ishin duke mësuar ligjin popullit dhe populli qante, sepse ishte larguar nga rrugët e Atit. Ishte larguar nga ato rrugët e Atit që neve, ti dhe unë, duhet të ecim vëlla motër. To janë disa aspekte që në Shqipëri janë lanë me vite, me shekuj. Kur janë predikuar festat e Atit biblike në Shqipëri? Individët të caktuar, po mund të nuk e di, shpresoj të kemi komunikim me disa prej nesh, por një mbledhje që quhet në thonjza kisha ka praktikuar ndonjëherë festat rrugët e Atit, që janë të përjetshme. Psalmi 119 e thotë, 142 e thotë, vargu 152, 160, lavdi emrit të tij. E para e Barukut 4 e thotë hapurasi. Është i përjetshëm ai ligj i përsosur. Profeti Enoku shtatë nga Adami prapë të njëjtën kohë, sjell ato ngjarjet e kohës së fundit për lavdi të tij që lutem Atit të kuptojmë disa aspekte. Pasuria nuk sjellin dobi në ditën e zemërimit, por drejtësia të shpëton nga vdekja, vëlla motër. Drejtësia, të ecësh drejt në ligjin e përsosur të Atit që përben drejtësinë, ashtu shpëtohesh nga vdekja. Dita e zemërimit që akoma nuk ka ardhur. Ja, ishte këtu Sefania 2. Mblidhuni bashko kombi pacipë përpara se dekreti të ketë efekt, përpara se dita të kalojë sy byku, para se të bjerë mbi ju zemërimi zjarrt i Jahwe, para se të vijë mbi ju dita e zemërimit të Jahwe. Që nuk ka ardhur. Në kapitullin 1 flet që do vijë dita e zemërimit mbas shtrëngimit të madh. Që do vijë me anë të urtësisë së përsosur të Atit, që tani është e përjetshëm në trupin e Mesias, që ka marrë atë titull si Zot, si Elohim. Dita e zemërimit që nuk ka ardhur. Kërkoni Jahwe ju të gjithë të përulurit e dheut, që zbatoni ligjin e tij. Jemi në ditën e zemërimit që s'ka ardhur. Dhe Ati thotë nëpërmjet profetit Sefania 2 që disa njerëz duhet të përulen dhe të zbatojnë. Thotë ju dhe e merr si të mirëqen Ati që janë disa që zbatoni. Ju që zbatoni ligjin e tij, çfarë do të vazhdoni të përulurin akoma më shumë, të kërkosh drejtsinë dhe të kërkosh çfarë kërkoni përulsinë. Ndoshta thotë do të jeni të mbrojtur në ditën e zemërimit, prap dita e zemërimit që nuk ka ardhur. Jemi në Sefania 2.
është emri i tij i vërtetë vëlla, emri i tij i vërtetë që marrim emrat e vërtetë është mirë. Ti ke emrin tënd të vërtetë apo jo? Nuk shkon në një kom tjetër, pastaj nëse dikush të thotë emrin tënd, nuk besoj se të vjen mirë sepse tregon si ndoshta mungesë respekti. Është e njëjta gjë që ne vedimë në të mirën tonë të mush me emrin e tij ose emrat e profetëve, nuk janë emra që kanë vënë katolikët ortodoksë, masandaj me çdo lloj, masandaj heqë shkronja ver këtu, Johanan. Okej, ne e themi, kemi janë shumë mirë në shqip, nuk është Gjoni, Johanan. Okej, nuk po them që do të ndryshosh me njëherë, por të paktën emrin e Atit Jahwe dhe të Zotit Jashua Mesia, nuk mos përmend emrat e Zusit që i ka futur masandaj që në kohët dhe del dikush masandaj, jo, Septuagjina e përthej Jesus. Ai ishte hebre, Jashua, kishte emrin e Atit, Jod-he, Vav-he në këtë rast është Jahwe. Ati, masandaj të njëjta dy shkronja, Jod-he kishte i biri tia, masandaj Jod-he Shin, Ain është një tjetër që masandaj Jashua. Kërkoni Jahwe ju të gjithë të përullurit e dheu që zbatoni thotë dhe nuk tha hanullojeni, por do të zbatojmë nëse nuk e ke bërë jetën tënde, kërkoje vëllai me zemër të përullur që masandaj të mbrohesh në ditën e zemërimit të tij që akoma nuk ka ardhur. Dhe flet masandaj për gjykimin që Gaza do braktisë, thot, Ashkelon do të bëjë një shkret të tir, një shkreti thot, flet për të gjykimin që do vijë, thot. Moabi do të jetë si Sodoma dhe Gomora, thot, në një vend thot të kusuri popullit tim do të plaçkitet për Izraelin, thot, në kohët e fundit që do vijë, masandaj aty do grumbulloj kombet e tjera për të sensibilizuar zemrat e tyre, profecitë që masandaj shprehen në Gogu Magogu, që do mbledhi kombet për të sjellë në rrugën e Atit, në birin e tij, për t'i shpëtuar dhe shumë prej tyre do bien, po sepse do vijë gjykimi, Ati nuk haron për gjëra që ndodhin dhe tëra ligësi që ndodhin sot atje brenda, që ke festën më të madhe të immoralitetit në Tel Aviv. Leri çfarë bëjnë shumë prej tyre, janë një pjesë e pakët që kanë traditat e njerëzve akoma, janë shkollat e rabinëve dhe gjëra të tjera janë të përzira me magjin, me kabalane, ka shumë gjëra që ndodhin atje. I shiko urdhrimet e Atit, kjo është tërësia jote dhe timen, që të zbatojmë urdhrimet e tij dhe të kemi frikë ndaj Atit, të marrim kuptueshmërinë, urtësinë, çfarë tha Mesia, dhe e mbrojti sabatin, e mbrojti festat, i praktikovi, vetë ai ala apostujve. Si thot që populli i tij, thot kusuri popullit tim, çfarë thot Ati? Kusuri popullit tim do të plaçkitë dhe mbeturina e popullit tim do të zotërojë. Kjo do të ndodhi për shkak të kryetlartësisë së tyre. Dhe tha në fillim që duhet të ishim të përullur, që të zbatonim ligjin e tij, që të mbroheshim në ditën e zemërimit. Urdhrimet e tij, ligjin e tij që ti i ken të përditshme, kam thënë, thekët, sabatin, dhenjen në asamblenë që praktikohen ligj urdhrimet e tij. Dhe masandaj mban festat e tjera, i mëson gjatë vitit dhe urdhrimet që të përkasin në të përditshme në ngrënien pastër. Këto janë më emergjentet që ti ke të bësh ndaj ditës tënde. Por kur këto gjëra nuk praktikohen masandaj, po ja shikon dhe ndodhin dhe gjëra shumë të tjera që dhe ti masandaj i përjeton në jetën tënde. Apo siç lutem Atit vëlla, nëse po më dëgjon se jemi në miqësinë tonë, por këto janë disa gjëra që vllai ka këshilluar me muaj më përpara ne të asamblesë së këtuja. I kam thënë si motrave dhe si ty dhe të tjerëve. Thekët, sabatin, masandaj dhenjan, që nuk e vjedhim Atin, thotë masandaj mos më vjedhi njeri, thotë masandaj zemërohet Ati, sepse e çnerojmë në atë mënyrë, dhe ngrënien pastër, masandaj që nuk është e vështirë, shikon ligjin e Përtërir 14, Levitikun 11 dhe urdhrimet e tij që masandaj mësojmë. Spenzon kohë me shkrimin, me Biblën, me urdhrimet e tij, me ligjin e përsosur, që neve të mos gjykohemi në atë ditë dhe duhet ta kërkojmë me një zemër të përullur,
dhe ta zbatojmë ligjin e tia. Nuk tha që ta heqim, se fenja akoma nuk ka ardhur dita e zemërimit. Zgjoju nga mësimet e gabuara nga njerëz që ndjek të tjere që hynë e dalin në përndërtesa tuaja, në përmiqësit apo shikon online në çdo vend. Pyetje njerëz, zbaton ligjin e atë thoj festat biblike të Levitiku 23? Apo mbajnë vetëm sabati dhe masandaj prap në paudhësinë, i lem të tjerat? Largohu prej tyre. Jeta tende do qëndroj përpara Mesias. Çfarë do bëhet me tyne? Është personale rruga. Është korporale lavdiatit në bashkësi, kur jemi në bashkësinë e mirë. Por ta që praktisin ligjin lëvdrojnë të pabesë, thotë fjalë urta 4, 28:4. Lëvdrojnë të pabesë dhe të pabesët e keqin e psalmi 1, fjalë urta 15, ka të lashe, thotë, në shtëpinë të pabesit. Dhe me atë të kemi urtësinë e kohës që thërrejnë në rrugë. Kjo do të ndodhi për shkak të kryelartësisë së tyre, sepse kanë fyer dhe trajtuar me arrogancë popullin e Jahve të ushtrive. Të njëjtën gjë ati përdor kombet si thupër, si vegël në duarën e tij për të qortuar popullin e tij. Masandaj prap thot për shkak të arrogancës së tyre që janë ngritur kuna popullit tim, gjende do gjykohen lavdijemit të tij. Ky është Jahve tonë, vëlla motër, një ati drejtë që gjykon pa drejtësinë e etërve tanë. Dhe padrejtësinë dhe paudhësinë tonën mbi fëmijët tanë të tretë të katërt gjenerate. Mos hyr në ato hapësira që anullojmë ligjin dhe ke bërë më përpara, ktheu, pendohu nga ajo shkelje dhe fillo ta praktikosh dhe miqësojmë në miqësinë e vërtetë. Dhe më lejo të them diçka, sepse disa shumë njerëz mendojnë se po bëjnë struktura në Shqipëri. Fjala ligjati do predikohet në Shqipëri dhe zemrat e vërtetë do shpëtohen kur do ecin në rrugët në ligjin urdhrimet e Atit. Shumë prej gjërave që ti mund të bësh atje dhe mund të shkosh dhe mund të kesh krijuar prej viteve, mësandaj me çdo lloj vllazërie dhe gjëra të tilla. Ato nuk na shqetësojnë, as nuk na influencojnë, as na gudulisin fare. Por çfarë vjen në zemrat tona është frika ati që është fillimi i urtësisë, që të kemi një kuptueshmëri të mirë të zbatojmë në praktikë urdhrimet e tij. Kjo qëndron dhe do praktikohen në Shqipëri, sepse mbajmë përgjegjësi për çdo fjalë që del dhe që vjen nga qielli dhe të jepet tyne, dhe të ka ardhur shumë herë individëve të caktuar, por Jeremia tha shumë hapur dhe fliste disa gjëra që unë postova dhe ju mund të keni parë dhe pikrisht flet për disa aspekte që neve nuk do t'i anashkalojmë dhe ndoshta duhet t'i lexojmë. Duhet t'i lexojmë. Okej, le t'i lexojmë thot. O Izrael, në rast se kthehesh thot, në rast se kthehesh, thotë Jahve do të kthehesh tek unë në rast se ti heq nga prajnia ime gjërat e tua të neveritshme dhe nuk sillesh me duke e endur dhe betohesh. Jahve ron, ai është mbretim, lavdi Krishti thon shumë herë njerëzit. Ose kush Krishti? Ti çfarë do të bësh thotë? Do të ecësh me vërtetësi, me dëshmëri, me drejtësi, atëre kombet do të jenë të bekuara. Ja ndoshta do të flasim për disa gjëra. Le të prekim disa, le të lexojmë se na bëjë mirë. Në lavdimet të tija se pasqyrojnë realitetin e asamblesë në Shqipëri. Pasqyrojnë shumë hapurasi. Dhe mbyllim asandaj me këtë aspekt, lavdimet të tija, për fjalën e përsosur, ligjin e përsosur që ati ka dhenë për lavdit të tija. Okej. Na bëj mirë disa shkrime lavdiate, sepse janë kohët e Jeremias. Jeremia nuk pranojse. E tallnin, vërtet ati ka thënë përmjet teje, vërtet foletia, po, okej, le të shikojmë disa gjëra. Ndërkohë ati konfirmon fjalën e tija, hapur siç e bënin me shenjat dhe me mrekullitë, me shenjat e qiellit, siç e ka konfirmuar kohë më përpara, që doli 2 herë fjala për Shqipërinë. Nëse mos andaj, ato janë dëshmi se nuk flasim mos andaj gjërat që më foli sot, më foli dje. Ati konfirmoi se atë ditë që thashë. Kjo fjalë doli. Kam 400-500 metra para se të vete në makina. Qielli ishte mbuluar, ishte i vrentur. Dhe thashën që ose ishte prej teje dhe unë vërtet e mora prej teje këtë fjalë që shënova. Atere, ti ke fuqinë në këtë rast të hapësh qiellin dhe të dali dielli para se unë të shkoj tek makina.
Dhe unë harrova, vazhdova ato 20-30 metrat e fundit, para se tu jenë makinë, mas andaj hapi. Hapi vetëm për atë moment dhe më kujtoj, tha ti e kisha harruar, tha, po jo. Sepse tha, mendove, tha, mas andaj që kjo gjë nuk du të ndodhte, tha, ja ku ta hapa, tha, dhe mbylli me njerë. Dhe unë u shtriva atje dhe po vajtoja, thash, ti e vazhdon ta besh. Dhe e në fundit që fola për dike, i thash atit, dhe shkova u luta në kuvetën e vendit tim sekret, jashtë qytetit, mas andaj në. Dhe shkova atje dhe i thash atit, kjo fjalë që njerëzit po tallen dhe po në këtë rast po më tallin mua me frymën e talljes që bën fryma e Izabelit. Thash, kjo fjalë ishte prej teje apo ishte prej meje, sepse dikush thotë që ishte prej meje. Thash, nëse ishte prej teje, derisa unë të vete në shtëpi, më trego me një shenjë qartë gjatë rrugës që ti fole. Dhe vazhdova të ecja me makinë gjatë rrugës dhe ku shfaqet tabela e vërtetë. Në anglisht, ishte diçka tjetër që i përkiste një vendi atje që kishte, nuk kishte fare, po ati tha e vërtetë dhe unë ku ngrita kohë e pash e vërtetë, thash. Atere e fole si që unë ja kërkova në atë moment, si që bente e mazandaj Gideon në kohën e tia. Dhe tha e vërtetë ishte tabela aqë madhe që unë nuk mund të ashpmangja. Kësë kështë pa në njëra të tabele, por kur dola nga lutja, hypa në makinë dhe kisha gati gjysmë orë të vjen në Shqipëri, në Shqipëri të vim, në shtëpi. Dhe ati shfaqe thash me anë një shenje thash që ti unë ta kuptoj që ishte vërtet. Dhe pikrisht atë fjalë përdori e vërtetë. Ishte e vërtetë. Nëse, vazhdojmë. Në rast se kthehesh tot Jahue, do të kthehesh tek unë, në rast se ti heq nga prania ime gjërat e tua të neveritshme, festat pagane, doktrinat e reme, trinitet e gjërat të tilla, flimet e balve, plot, kalendarin pagan të Papa Gregorit, ka shumë gjëra që kanë futur. Dhe nuk sillesh me u endur dhe betohesh Jahueron me vërtetësi, me drejtësi, me ndershmëri, drejtësi dhe atëre kumbe do të jenë të bekuara. Dhe kur thonë Jahueron, me siguri betohen për atë që është një gënjeshtër. Normale, unë e njoh atë, ja, përmenda lavdije, them atë një lavdije dhe jam në rregull. Po ecja jonë në urdhrime në ligjin e përsosur, në festat e tia, në urdhrimet e tia që e bën të urtë njeriu e thjeshtë. Ku janë ato? Prandaj fjala del thot ku janë festat e mia, sabatet e mia. Okej, o Jahue nuk janë sytë e tu për të vërtetën? Thotë profeti, ti godite për ata nuk ndjejnë asnjë dhimbje, i ke konsumuar, po ata refuzuan të pranojnë korrigjimin. Ata e ngurtësuan fytyrën e tyre më tepër se shkembi dhe nuk pranuan të kthehen. Gjithmonë ka qenë koncepti i kthimit, i pendimit në jetën tonë. Në urdhrimet e tia, në ligjin e përsosur të tia. Prandaj thash, ata janë me siguri të varfër dhe janë pa mend. Ligji i tij na bën të urtë. Sepse nuk njohin rrugën e Jahue dhe ligjin e Zotit të tyre. Prandaj flesë rrugët e ati janë të përsosura, ligji i tij është i përsosur, është i përjetshëm. Pra ata nuk njohin rrugën e Jahue, ligjin e Zotit të tyre. Do të shkoj pra 18 do të flas atyre sepse ata e njohin rrugën e Jahue, ligjin e Zotit të tyre. Por edhe ata kanë shkamluar, zgjedhen dhe i kanë këputur verigat. Kështu thot Jahue, ndaluni në për rrugë dhe shikoni, pyesni për shtigjet e vjetra. Ku është rruga e mirë dhe të ecni nëpër të? Kështu do të gjeni prerje për shpirtrat tuaj. Do ta mbjellësh ligjin e përsosur të lirisë në zemrën tënde që është në gjendje të shpërtojë shpirtrat tuaj. Jakovi 1:21. Nuk po thoshte diçka të re. As po citonte profetin. Por ata përgjigjen, nuk do të ecin nëpër të, nuk do të adin për ligjin. Sa dha rrugët e atit ishte ligji i tij. Ishte ligji i tij. Por, thot, njerëzit vazhdojnë të përgjigjen, refuzojnë ligjin e atit, nuk do të ecin nëpër të. Kam vënë roje mbi ju, thot ati, kushtojeni kujdes zerit të Boris që po bie. Por ata përgjigjen,
nuk do t'i kushtojmë kujdes, që na duhet ligjin, unë kam besimin tani tek ja Papa Gregori, ja kam vllazërit e mia, unë kam 10 kisha, ti nuk e di akoma. Aj. Kështu ju vithni, vrisni, shkelni kurorën, betoni për të remën, i diqni Tejman Balit, Tejman Balit, kalendari i Papa Gregorit, të 13 që e formoi në 1580. Ka në një gjë të re, këto janë gjëra që janë folur. Që është Bali. Këto janë tejmane që ofrohen sot në ata që përmendin gjoja emrin e Mesias të Krishtit. Dhe u shkoni pas unive të tjera që më përpara nuk i njihje, normal, ti mësuan gjatë viteve, mos andaj fillon të praktikosh tejmanin ndaj Balit. Dhe vini përpara të paraqiteni përpara meje në këtë tempull që mban emrin tim dhe thoni, kemi shpëtuar, jemi mirë tani matin, unë jam mirë, ja, gjaku i tia më pastron, a i ma di zemrën time, sa gjera ka plot. Ndërkohë keni kryer këto vepra të nevritshme, thot Ati, nga ditën në të cilën etrit tuaj dolën nga vendi i Egjiptit deri më sot, dhe tani ju kam dërguar të shëbëtorët e mi, profetët, çdo ditë me urgjencë dhe insistim, por ata nuk më kanë dëgjuar, as nuk ka vënë veshin, por e forcuan zverkun e tyre dhe u sollën më keq se etrit e tyre. Përse vazhdojnë të rezistojnë më frymën e shenjtë me një qafë të fortë? Kjo është pyetja. Prandaj do t'u thuash atyre këto gjëra, për ata nuk do të dëgjojnë. Ti thua, po jo, këto gjëra që ti foli këto. Do të thrasësh, por nuk do të përgjigjen. Kështu do t'u thuash atyre. Ky është kombi që nuk dëgjon zërin e Jahve Zotit të tij, dhe as pranon korrigjimin. E vërteta është dukur dhe është leminuar nga goja e tyre. Ligji i tij është i vërtetë, urdhrimet e tij janë të vërteta. Ai që thot më njeh dhe nuk zbaton urdhrimet e mia të ligjin tim, domethënë thot është gënjeshtar dhe e vërteta nuk ndodhe në te, e vërteta është dukur, është eliminuar. Ako. Pse prap ky popull i Jeruzalem është mangur në një rebelim të përjetshëm? Frymat e rebelimit marrin titull gratë, mos andaj dalin dhe bashkohen, ja, po më mëson kjo mua dhuntitë. Nuk na mëson shkrimi, nuk të mësojnë, do të mësojnë ata që kanë zyrën e Atit të vërtetë, që kanë ligjin e tij dhe mësojnë urdhërimet, mësojnë dhuntitë frymërore, çdo gjë që praktikohen në një person, në jetën e një besimtari që ecën në rrugët e ligjit të Atit dhe kështu veprojnë në frymat, në këtë rast fryma e shenjtë dhe dhuntitë frymërore. Si vepro kanë dhuntitë frymërore në një që ecën në paudhësi, çfarë dhuntie janë ato? Vepra 16 kishte shumë dhunti, mos andaj pitoni. Ngulin këmbë në mashtrin dhe nuk pranojnë të kthehen. U kam kushtuar kujdesi, kam dëgjuar, për ata nuk flasin drejt. Asnjë njeri nuk pendohet për ligësinë e tij. Gjë që ne duhet pendohemi si komb në Mesian. Ne që përmendim emrin e le të largohemi nga paudhësia, thot ai që përmend emrin e Krishtit. Secili prej nesh. Sepse Sefenia 2 thot që po vjen dita e zemërimit të tij. Okej. Dhe ata në këtë rast nuk thonë çfarë bëra unë, nuk thonë që unë jam mirë, thot ja kam doktrinën e mirë, kam s'po gaboj asnjë gjë, ndërkohë duhet thonë që çfarë kam gabuar. Dhe ta marrin me zemër të përullur dhe ecën në rrugët në ligjin e Atit, udhërimet e tij. Secili merr përsëri vrapimin e tij. Normal, ka shumë vrapime që dalin sot. Si një kale që triqet në betejë, madje edhe lejleku i qiellit i njeh stinët e tij. Turtulli, dallandyshja dhe klita shikojnë me kujdes kohën e kthimit të tyre. Por populli im, thot Ati, nuk e njeh ligjin tim. Si mund të thoni ne jemi të urtë dhe ligji i Atit është me ne? Ndërkohë, nuk është fare njërë, por si mund të themi? Populli i tij nuk e njeh ligjin e Atit, karakterin e tij, urtësinë e tij, fjalën e tij, vëllai, zgjoju nga gjumi i vdekjes, largohu nga mësues të rremë, nëse ke akoma një ndërgjegje të ka mbetur. Mesia praktikoi dhe eci në këtë ligj të përsosur. Po ja, pena
e rejme e shkruesve ka berë në një falsitet, ka plotë shkrues, dietarë, sot mësues, marrin titull, sa duash. Njerëzit e urtë do të turpurohen, ata që mbajnë vete të urtë, do të tremben dhe do të kapen. Ja, kanë hedhur poshtë ke fjalën e Jahve, ligjin e përsosur që më përpara nuk e njinte. Rrugët e Atit i kanë hedhur poshtë. Çfarë urtësie mund të kenë ata? Çfarë urtësie mund të kenë ata? Ata mjekojnë kele dhe shko plagët e bijës së popullit tim duke thënë paqe, paqe, kur nuk ekziston paqja. Pyeti një vëllezër e motrat në familjet e tyre çfarë ndodh njëherë. Ndërkohë vllai gjithmonë ka këshilluar secilin për jush që më njeh, në Shqipëri apo përtej, aspektin e zbatimit të urdhërimeve të ligjit të Atit, që masandaj Ati bën paqe dhe me armiqtë të tanë. Sepse rrugët tona i pëlqejnë Atia. Rrugët tona do thotë që neve mbajmë rrugët e Atit dhe bën rrugët tona në lidhemi ngushtë me Atin dhe kështu masandaj gëzojnë të mirën e Tia. Dhe nuk vuajnë për mungesën e njohurisë që masandaj kishin braktisur ligjin e Atit në Ozea 4:6 dhe Ati harron pasandaj dhe fëmijët tanë kur ne braktisim ligjin e Tia. A u vinte vallë turp të kur kryeni veprime të neveritshme? Jo, nuk kishit turp as pak dhe nuk dini ç'është të skuqesh. Thotë që pendimi, thotë, ndërgjegjësimin e zemrat tona. Prandaj do të rrëzohen midis atyre që rrëzohen, kur do t'i vizitoj, do të përmbysen, thotë Jahve. Cili është njeriu i urtë që mund t'i kuptojë këto gjëra të cilat goja e Jahve i ka folur që t'i shpallë. Folën për urtësinë, ja ku del vargjet e fundit. Përse vallë vendi është shkatëruar dhe i shkretuar si një shkretëtirë dhe nuk po kalon me askush nëpër te? Shikoj njërë vendin tonë. Shikoj vendet tona si janë njërë në radhë parë. Sepse është braktisur ligji i Atit. Ndërkohë ne që duhet të kemi kustodiantët e ligjit të urtësisë së Atit për ta mësuar masandaj brezit që po vjen në Shqipëri, jo, ne masandaj kalojmë në frymrat e fallit, kalojmë në për ja do vetin çik aty ja PS-ja, PD-ja, të bashkohem këtu, të bashkohem atje. Ai. Jahve thotë përse këta kanë braktisur ligjin tim që kisha vënë përpara, nuk dëgjuan zërin tim dhe nuk kanë ecur në përshtatje me te, por kanë ndjekur, në këtë rast kanë ndjekur kryetësinë e zemrave të tyre dhe balët që etrit e tyre nuk kishin bërë të njohur. Që etrit e tyre u kishin bërë të njohur. Përse kanë braktisur ligjin tim që unë kam vënë përpara të përjetshëm, nuk kanë dëgjuar zërin tim dhe nuk kanë ecur në përshtatje me te, por kanë ndjekur çfarë? E imanin ndaj balëve në krenarinë e zemrave të tyre, të etrit e tyre i kanë transmetuar në për teologji dhe në për breza. Ve zemra vajton. Flitet shkrimi për lavdit të Tia. Shpresoj të kesh marrë sensibilizimin në zemrën tënde. Për çdo gjë që u fol dhe çdo aspekt që ti mund ta shikosh dhe ridëgjoj edhe një herë, dhe 2 herë, dhe 3 herë dhe shpërndaje për lavdit të Tia. Haleluja.